Partia Demokratike festoi fitore në qarkun e Lezhës ku pas përfundimit të numërimit arriti të ruante mandatin e katërt, atë të Kastriot Pirolit, i dënuar me 5 vite burg. Në qarkun e Lezhës u zgjodh deputet edhe ish gjyqtari Gjingjoni, i cili kandidonte në listën e hapur të PD-s. Nëse nuk do të ketë ndonjë zhvillim të papritur nga SPAK, simboli i korrupsionit në drejtësi Gjingjoni do të bëhet pjesë e parlamentit të ri në shtator, edhe pse Sali Berisha ka deklaruar se nuk do t'i njohë zgjedhjet, meqense vjen nga fusha e drejtësisë. Gjingjoni pritet të propozohet nga grupi parlamentar i PD-s si antar i Komisionit Parlamentar të Ligjeve, Komisioni Kryesor i Kuvendit për shqyrtimin dhe miratimin e projekt ligjeve, raportimin e institucioneve të pavarura dhe miratimin e raporteve për vlerësimin e punës vjetore të institucioneve të drejtësisë. Para Komisionit të Ligjeve, ku nga shtatori do të jetë antar edhe Gjingjoni, do të raportoj kreu i SPAK, prokurori i përgjithshëm, kreu i LD-s, KLG, KLP, i LDKPK-s, KQZ-s e tjerë. Edhe pse Gjingjoni me votën e tij nuk mund të diktoj vendimarrjet e Komisionit të Ligjeve, pasi përket pakicës, ai mund të drejtojë pyetje si deputet, e madje mund të kërkojë llogari krerëve të institucioneve të drejtësisë. Gjingjoni konsiderohet si simboli i korrupsionit dhe sheiku i drejtësisë që u shem nga vetingu. Ai hyri si i pastre dhe plepis në drejtësi, ndërsa doli me një pasuri miliona euroshe, i kallëzuar nga LDKPK-i për fshehjen e mbi 2 milion eurove pasuri. Gjingjoni ja mbati nga drejtësia me dorëheqje në korrik të vitit 2020, pasi i kishte mbaruar leja prindërore, duke evituar përballjen me vetingun, ku do t'i dilnin pasuritë e pajustifikuara, e ndoshta elemente të disa veprave penale. Dosja e hetimit të pasurisë së tij nga vetingu mbahet sekret. Drejtoria për sigurimin e informacionit të klasifikuar në bashkëpunim me SHish dhe Drejtorinë për parandalimin e pastrimit të parave në 17 janar të vitit 2019 ka prodhuar një raport për figurën e Gjingjonit për llogaritë të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, shkallës së parë të vetingut. Në raport thuhet se Gjingjoni, gjatë ushtrimit të detyrës së gjyqtarit, ka patur lidhje me njerëz të krimit organizuar, si dhe është përfshirë në afera korruptive, duke favorizuar njerëz të krimit në procese gjyqësore në këmbim të përfitimeve të paligjshme. Në vitin 2014, Gjingjoni u kallëzua penalisht nga LDKPI për deklarim të rrem, falsifikim të dokumenteve, pastrim të produkteve të veprës penale e të tjerë. Sipas LDKPI, Gjingjoni deri në vitin 2014 ishte fshirur mbi 2 milion euro pasuri. LDKP pretendonte se Gjingjoni, përpos pasurive të tjera, kishte blerë edhe një vilë me vlerë 700.000 euro në fark në vitin 2012 me burim të dyshimt. Në maj të 2014-s, dosja e bujshme i kaloi prokurorisë së Elbasanit, e cila regjistroi procedimin penal me numër 1098 për 2 vepra penale, falsifikim të dokumenteve dhe fshehje të pasurisë. Megjithatë, në kuadër të procedimit penal, prokuroria e Elbasanit pyeti Gjingjonin dhe Elona Çaushin rreth pretendimeve të LDKP për pasurinë e tyre. Sipas dosjes, Gjingjoni deklaroi para prokurorit se së bashku me bashkëshorten kanë realizuar kontratën për blerjen e vilës në Fark, por më pas e ka anuluar kontratën pasi nuk ka patur para për të paguar kostet dhe se nuk i ka pëlqyer çmimi. Pra, Gjingjoni tha se nuk kishte vilë. Gjingjoni ka pohuar në prokuri ndër të tjera se, përsa i përket pikës 7 të kallëzimit penal, që LDKPK-i pretendon se është deklarimi rrem, nuk qëndron pasi nga ana ime dhe bashkëshortesime rezulton se është deklaruar kontrata e sipërmarrjes dhe e porosisë me numër 1416 dhe numër 167 datë 24 prill 2012, sipas deklarimeve të realizuara në deklaratën e pasurisë së vitit 2013. Kontrata me vlerë 700.000 euro është zgjidhur duke u anuluar me kontratën e dytë të lidhur pas saj. Zgjidhja e kontratës është bërë për shkak të mospëlqimit të çmimit. Gjingjoni e dha dorëheqje në përfundim të lejes 2 vjeçare prindërore që mori nga ish KLD-ja në vitin 2018, ku ishte antar edhe vet, ndërsa Ilir Meta ishte kryetar. Në tetor të vitit 2020, Gjingjoni regjistroi në QKR studion e avokatisë G&G Law Firm. Në dokumentet e regjistrimit, ish gjyqtari deklaron edhe adresën e banimit që është pikërisht Rolling Hills, vila numër 69, Fark, Tiranë. Ka dyshime të forta se Gjingjoni e ka anuluar fiktivisht kontratën për blerjen e vilës, duke e kaluar formalisht në emër të dikujt tjetër për t'i shpëtuar veprimit të drejtësisë, pasi nuk e justifikon me burime të ligjshme. Ka shumë dëshmitar, ish student, të cilët e mbajnë mend Gjingjonin student për veterinari në Universitetin Bujqësor të Tiranës, por nuk ka asnjë ish student juridiku, sot gjyqtar, prokuror dhe avokat, që të rrëfejë se Gjingjoni ka studiuar për juridik. Megjithatë, Gjingjoni mban gradën doktor, mbrojtur në Fakultetin e Drejtësisë Tiranë, Departamenti i së Drejtës Civile, me udhëheqëse shkencore Endira Bushatin. Mbrojtja e gradës doktor nënkupton se Gjingjoni duhet ta ketë kryer arsimin e lartë për juridik. Në CV-n zyrtare të Gjingjonit administruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, thuhet se Gjingjoni ka kryer një kurs të përshpejtuar universitar, Universiteti i Tiranës. Në fakt, ka kryer kursin e plepave,
Kurse të përshpejtuar mund të bëhen për berber, murator, estetist, kuzhinjer e të tjerë, por si përshpejtuar nuk ekziston në arsimin e lartë. Diploma për arsimin e lartë juridik përfshin 4 vite akademike, 8 semestra. Dyshimet që Gjingjoni nuk ka një diplomë të rregull dhe të vlefshme të arsimit të lartë thellohen më tej nga disa fakte dhe rrethana të tjera. Në maj të vitit 2013, Gjingjoni u bë antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku detyrua të publikonte CV-n. Në CV shkruante se kishte kryer fakultetin e drejtësisë, Universiteti i Tiranës, gjatë vitit 93-94, por dihet se kozgjatja e studimeve të larta është 4 vjet. Në një kohë kur në vitin 94 Gjingjoni pretendon se ka kryer studimet e larta, në vitin 93 ka filluar punë si ndihmës i gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, shkruan Prapaskena. Duket gati e pabesueshme se si një student ishte një herësh edhe ndihmës gjyqtar.